për me tregu që në fakt nuk ka pas hiç politik këtu, po vim edhe te momenti saktësisht. Politikore te gara, e kuptova. Sepse është më shumë politike se sa programore realisht. Po e shtroj kështu edhe po vite te çështja që e ngritë se e kuptova shumë mirë. Kredia me Berghin për autobus 3, 10 milion e ka nënshku vetë kryetari aktual në fund 2022-s. Asnjë autobus i ri nuk u ardh. Granti, në fakt 70 milion grant dhe kredi, 50 milion kredi, KFV-ja Gjermane dhe WBAF-i BE për sistemin e menaxhimit në mbeturinave. Aty është kamion, kontenjer edhe këtë sistemi. Asgjë s'ka lëviz nga ajo kohë. Për Termokos, garancinë ka siguru prap qeveria për me marrë kredi zgjerimin e rjetit të ngrohtores. 8 milion euro i ka të buxhetuar me 2 vjet për vazhdimin e rrugës A, atë dëpërtimit përmes rrugës së Veternikut me dalë anej ka Kalabria. 10 milion euro Ministria e Kulturës ja ka nda pa na i kërku për sallën koncertale, ish Shtëpia e Mallrave Gërmia, për cilën është pajisë edhe me pëlqim nga Instituti i Monumenteve. Të gjitha mundësit, asnjëna nuk kanë lëviz. A dim pse? Se vjen një menaxher që i kryen punë. Dikush që nuk i degradon ndërmarrjet publike, nuk mbi punson aty, nuk i falimenton për me kriju treg për operatorët privat, po i shfrytëzon kredit, grantet në mbështetjen e qeverisë për me bo Prishtinën. Çtu i ka pas bre? Të gatshme bre, edhe fonde nga qeveria, të buxhetume, janë shumë lehtë verifikueshme, janë ligjin e buxhetit të 2-3 viteve të kaluame. Edhe grante, edhe kredi ndërkombëtare nuk kanë lëviz, sepse ka qenë edhe i paaft, edhe i painteresuar, sidomos për çto ku kemi grante e kredi ndërkombëtare, ku ka involvim shumë më shumë të institucioneve ndërkombëtare në prokurim e këto tjera, sepse aty nuk kanë pas ndonjëfar interesimi. Unë mendoj që me tentu me shëndru Prishtinën ose cilën do komunë në betejë politike tregon edhe paaftësi, edhe dashaketësi ndaj qytetarëve. Kjo ardhje bo kryetari i komunës, nuk të ka njoft kërkush, në rregullimi se i kanë besu vizionit tanë. Për 4 vite, mos me mri me zgjidh asnjë problem të qytetit. Apo në kuptoni, se kjo nuk ka të bëjë vetëm me sa projekte i ke bo. Cilin problem të Prishtinës e ke zgjidh për 4 vjet? Cilit qytetar ja ke bo jetën më të lehtë sot? Që edhe pyetje e hapun, let na lajmëron qytetar, cilit ja ka bo jetën më të lehtë sot për 4 vite ky kryetar, mas këtë dështimi me shëndru në politike përbes nuk është ferë ndaj qytetarëve, jo ndaj pak më dinamike besoj të debatit. Krejt këto që i përmend, ndoshta s'janë bë. Son nuk më i konfirmu. Ju dini ndoshta më mirë. I thash publikisht. Por në esencë, a pajtoni që përparim Ramën shembull keni një nga kandidatët ose kundër kandidatët më serioz në garë? Ju, si kandidat. Njeri më të papërgjithshëm, më jo serioz, ka pas historinë e mas luftës në Prishtinë dhe të paktën në Prishtinë, po edhe në plot komunat e tjera. Nuk mundesh me trajtu me seriozitet një person që ka tregu nivel kaq të lartë të papërgjithësisë. Është në garë, është kur thash se sondazhet e nxjerrën edhe atë, qoftë parin, qoftë dytin, qoftë në balotazh e nxjerrën. Pra për kundër këtij saj që po i thoni që si ka bo. Ai është aty. Prandaj ne hapa si temë.